edhe shkon plohën, si ndrese kërkujna, rrugë të knena e naltë poshtë, na u kanë prish, total janë shkatru me komplet gropa, kanalizimi del mi tokë, kemi bo kërkes me shkrem, ankes në komunë, s'ka televizion, ju jeni po mdo këtë qëtashtit mërom, që jeni orë se tjera televizore, këtë jenë konë, po edhe i kemi qitë televizore, kemi lymdime, na ka premtu kryetari që besa, se mos më na ka premtu edhe si shka morë fort me ta, po na ka premtu mandatin e kalum, tha nuk mujtë më mëri, tha veç këtë mandat, besa u kohë që ka me kry punën. Edhe, ja, koha u nëreq, arsitimi e epshin kohën, tash koha u nëreq, s'ka lëvizje heq. Plus asajna i këshin thonë kryetarit varsisë lokale djekje të unë, shtu bisedum për hallet tona, i kishin thonë që s'kemi dam jetë hisë për Vranidollën se nuk ka. Nuk ka mjetë, më rëvëmenti, sa milionat jenë palu në komunë, edhe nuk kanë mjetë marë me rregullu në një rrugë kryesore. Një rrugë kryesore, qitu, një rrugë kryesore në lazën e poshtme, që është katastrofë. Zdi që duhet më konë rrugët më të prishta, që jo prish me asfalt me krejt, ku problemi nuk e di. Ju si banorë dhe ti si kryetar i fshatit, a keni ndërmend me marrë masa tjera nëse nuk përmbushën këto kushtet e juve? Po shka zoti s'di njëri që më bo këtu, është më dalë më protestu, po drejtën më ta thonë, kom protestu e pe viteve të 90-ta, pe 86 se knenaj kur pa unalë të protestu e këtu protestat pak si i kom, si të lësëm i kom, veç kur s'kam ka mja mojt heq, se ta thëm drejten, më kanë thonë dikush që 26 vjetë mas luftës më orë puna më shku më anku të kryetari jëtë që të flet shqip, edhe i thetë bukës buk, e ujt uj, e më shku më anku e më orë me kry punën, kjo është për mu një katastrofë që s'di më ta treguë, s'di më ta spjeguë. Që unë kur jemi liruë nga zjedha sërboslave, ku më thonë këty e knenaj kena më lullzuë. Po për kundra zi, na veç përshkujmë, më zë më keq, e kish me pas dash një unë tjetër në ketë lazni e më të robon për i tute. Tash, një unë tjetër me sy s'dojnë me po. Qka o bo kështu, nuk më mi marrë vesh, nuk e di. Shkona në ku është katë. Sa i përket infrastrukturave tjera, shambull ndërtimit shkollav, spitalëv, a i përmbush Vranidolli këto kushtet elementare për me pas një jetesë më të mirë këtu në Vranidoll? Qëre, shkollën ne kanë rregullue vetëmin investim që e ka pas njësë Shprenda Ahmeti në lanë gjystë. Tani na u ankum të përpërim Roma, kur erën për shtetë, kryetar komune, që të ne ka kryje. Që të e ka kryje që të punë, s'mujna mja hup, se unë e kom marak më konë transparent, i drejt për zejt, atë që ka e bën, qka se bën. Rrymen, jemi ankue e vetëmi fshat në komunë Prishtines jemi me shtyllat drunit. Edhe kejt janë veç telat të imoj shtyllat në komë, duken shtylla, a mo kejt për punë jenë të kalpta dhe lëvizin. Shumë është rrezik i madh. Që mas pori që kjo shtylla që tu në qështu unë, që është që tu në qështu të borit, është poshtë është e kalpt, si të frynë aja janë njëse lëviz. Për çfarë arsye nuk e di. Jemi anku për ujë, më në nërruve gypin, e kena shtim projekt, kur që normë nërruve. Jemi anku për rrugë, të partë jeni si të qelet motit nëreqit, partë kena morë me nëreq. Zdi që do të më nëreq moti mo. Edhe s'ka lëvizje. Qka nuk e di, burë veç që na si fshat, komunës Prishtines, që jemi një lagjë e Prishtines, mund të ta quj se shpesh ndodhë ma shpejt vejone pe Prishtines, pe Vranidollit të shkojnë të gjamia lopit, saj që vjen për Këllëvicës. Se zaglavitën ato në nene ju mshelën rrugët, ne kemi qelë këtu kësaj dhe. Na jemi lagjë e Prishtines. Nuk e di, s'po më kuptu arsyn. E përmende ma herët që ju kur keni ndonjë breng ose me qonë ndonjë hall mblidheni te një kafe apo ndonjë vend tjetër, a keni ndonjë vend posaçëm ku mundi mu mbledh ju banorët ose ti si kryetar me thirrni mbledhje për ndonjë çështje të caktuar? Kur i thirrëm mbledhjet kështu të fshatit, 2 mahall që i bëm me tu, vetëm në shkollë, s'kem tjetër. Në shkollë e kena mojt gjithë, para luftës, gjatë luftës, mas luftës, në shkollë rregullisht. Qa të shkojmë një klasë e vesëm drejtore, ne e pësjelë që atë jemi mojmë mbledhen qa kena më bo, edhe dalim, ja shtecëm bishpi ku që tjetër.
Në aspektin kulturor, a keni ndonjë odë ose ndonjë banor që ka ndonjë odë ekzistente hala që funksionon? Jo, valla, oda nuk ka, në përvërendel oda nuk e di që i ka dikush se i ndolë fare. Qëtu e kum pas, unë e mas pare, unë e kum pas odën që tu ku kam shpinë që tash, e kum prish. Që anine e kum shpijat e vjetra, i kum hik, jena modernizue, e kena mjelo borin bari, këty në ere, së kon bari, po tash e kena bo. Edhe tash oda nuk ka. Qa që bomi tu me ngjes, në kafe, të vedati, bisedojmë, i kajmë halët njëri tjetrit, edhe kur gjësë nëreqëm. Kur kena mbledhe me majtë, nesër e kemi caktu një mbledhe me majtë për shkak të udhës këtu, të ura që na thanë që njerë na thanë që në projekt vërëndulli ka hapësira ndryshme. Nerur, mi ur më hi kështu në fshat, nerur më dalë më shku për Prishtinë, tash për na thojnë, jo s'muni më hi nerur se e kur udha, du të më shku në Lëps, më këthyje më arë për Prishtinë. Një 4-5 kilometra. Arsyen, tash nesër po bisedojmë, këtu e kemi thirrë dhe kryetarën e bashkisë lokale, edhe me mbledh do në shkime, me do peticione dhe mas mami duhet më dalë më protestu, s'kem s'ka më bo. Duhet me marrë traktorën me hype dhe më dalë që ato kur vinë milicia në zonën në rrejt Bovakia. Sa i përket aspekteve tjera kulturore, a ka ndonjë kulturë të veçantë Vranidollit që e runi ende në ditë të sotme? Valla, drejtën të thonë, nuk ka, këty në here, s'ka pas shtëpi që si ka pas, bile një 2 copa lep nahër. Tash s'ka heq, i kanë hek krejt. Pula, i numërën në ngishta që një 2-3 shtëpi se dia kanë, një e kemi nalt atje, nalt në kryet katunit, a i manë pula, zëj, traktore, punën e zgjallënën, tjertë as pula s'bojnë. Se di që ka u bo kështu. Nuk po dojnë pulën, peve nera Glacës, peve nera Lopes, peve nera Tomlit, jenë dollë fare gjitha. Unë e vetë në kohë temen, i kum pas 5 sopa lëp nahër, u që i ke nonara me shpijet i post, u që i ke pi gjumit, heret, i mil ke lëp, edhe plus i kena pas 75 sopa dhenë. 10 lëp, edhe unë nisha me vlohën me Muhametin, hajde bo, si këne ka krujni, thujnë na, dalë ke Latifi Alis në tonë me dhenë, të një gjemorat të arken të të rënon me dhenë, e me lëp, veç e o konë, gjallëni o konë. Kur dashëm livo dhe, gjallëni o konë. Tash, nash dhe në livo dhe vëllha, nash hyp ma e lisi, zëvët e herë boftë. Sa i përket festave ndryshme që i kemi, si gjenë Vranidollin festat, qyshe ka lënë një ditë feste këtu në Vranidoll? Festat këtu zakonisht i mojmë festat, gjitha. 28 nëndorin e kemi kështu që është festa e flamurit që e mojmë. Tani e kemi ditën e pavarësisë tonën, dhe më unë Kosovës që është pol pavarësia Kosovës. Festat në përgjithësi marën në shkollë, këtu zakonisht të shkolla marën gjitha në zonësat organizohen, tani dalin prind e katunate shkojnë të shkollash. Në Bajram, qyshe a bëni? Në ditë Bajramit të kemi gjamin që tu në Besi e kemi, nga të kemi 2 kilometra, shkojmë, kush shkon në gjami mu falë, shkon falet e falë Bajramin, qështu bojmë Bajram me njënë tjetërin. I me dalim her atu, qështu, sikur, në Bajram sikur këtu në herë, shkon në një farë mënyra, në për Lazinllak, në për Bia, në për ajo, Bajrami është prap hales ka deviju bash ashtu krejt, si tjerat. Sa i përket dosma, a organizohen dosmat mo qyshen organizu kotë më pashme, apo moderne tash shpi bojnë? Shumë pak. Dosmat pe i bojnë veç e njim që lëshojnë muzikën në bërë, edhe që ato muzika në bërë njët edhe drejten në restoran. Shkojnë në për restorane, zi që farë dosmë është ajo. Asë mund bëllah me kanë, asë ku gjithë, muzika, alala, bababam, tranan krejt, qëtë fishirit, ta binë që ato toftë për para, e unë gjoha buk që ato edhe natën e minë të në natës, në zash që o gjuje në kuti, ditën e mirë, u kri punë. E përmende pak ma herët urën që quhet ura e fshejt. Qysh i ka mbet kjo emër? Tash ura e fshejt i ka mbet tash kësojna pej që e kanë prish këta, se ka pas ura e fshejt, po pej që e kanë prish këta burrat e dheut, që 2 vjet ja ka nis një urë, e kena pas na Ramesh shpirti pas të dek, Haradin Jashanica o konë mirë shtëri shpia këtu ka na. Por ne kemi sokollin me djallë vetin,
Po të bëj beci Haradini me Sokolin që turta kishë marru për 6 muj. Jo këta mërë tehnika, mërë dollë sa bagere, sa bulduzhere, sa armatura, sa dresi i biri. Rash kur t'i shimbo 3 muj dit ta kishë kryu urën. Po që 2 vjetë, dhe plus asë në rënë kërkun. Jëpe mshelë nuk ne, jëpe qelë nuk ne, jë për zotë ne, për botë ne. Jë nërë, na kanë bo betonin, 5 metra në alësi betonin, a kanë mujtë me hikë për jetu në fund, ka të Haradini, edhe në fund dhejot ka me hikë dhejot në kretë edhe me borë rash, edhe mu qelë fshati, mja dhonë bukurin fshati që ja kanë hubë me ata beton, na kanë do definitivisht me lazën poshtë, që si mi konë kur dom, tash veç e këshyrën betonin, ata këshyrën betonin për poshtë, ne këshyrën për naltit, edhe shkon plohën të lukë, zote a hereboht, sot nam ishin dole këshin vadit, se me pati qëfar bohet këtu, thua aso biles, as mileta, s'ka bohet të plohën, bohet të hajme dhe haj. E kemi në gjitë ura shajtë se u bëjke kolon, shkoj ke plohën rëvinat, një kërë më nol, po më rinë Lebon kolona, një kërë kënina më nol, më rinë në Luzhan, edhe i Pacalla, Canalla, se di që ka është një gazetarë. Në klana, se di ku është aji, në internacionale. Erdha i qiti televizor një 2 herë, nëmi i najtin gati në resin rrugë, se këta, veç televizorat mja upru, mja qitë për para këtu, këta janë nisin punoj, se sja qitë televizorat, s'di që ka bëhet. Kemi orë edhe drejt fundit këti emisionit, edhe zakonisht e kom pyetjen një mesazh apo një urim, apo një fjalë për fund që kështë dashti me thonë, si kryetari fshatit apo edhe si bexhet vetë. Pasha Zotin, nuk di që ka më thonë, veç di më thonë që rinia t'jenë bile t'jenë të bashkuar edhe të punojnë për vend vetin. Edhe se ka hëna plesh seshin që ka të millë shkorë, millë shkalamëq, del kalamëq. Këtu pak sa në kanë morë në dhurë dësene, nuk është të shku puna morë e mirë heq. Asë në shtet, asë në pushtet, asë bërësi lokale, asë në komun, asë kërkun heq. Kështu që një përësi e jamja kishë më qenë, kemi ledhë metë se bolë kena hikë, 100 vjetë kemi hikë për Sërbije, e tash me aqu në vend Miloshit që ka pas thonë s'janë të zëtë këta më moj shtetë, s'janë këta për shtetë, kjo është i noti maj modhe. Kemi dhonë gjak, na kanë prejnë, na kanë gri, na kanë masakru, tënë në të zeza që egzistojnë këtë dyje, na i kanë bo. E sot na mos më konë në gjendje më morë vesh në një veti për në jetë punë për para, kjo është me të vërtet një katrahur, një katastrofë që s'di me të kalzonë. Neve na kishë pas majtë vesh tuta. Tuta, ne kemi dosht njën e tjetën, se s'janë të shku punë të marë mirë, kërkon heqë, si të njëse shpej qeverije e pjetë poshtë. Këtu nuk di që ka thamë.